para se të ndjesh keqardhje për përfundimin e Ramazanit. Shkoi muaji i Ramazanit. Që na iku dhe na la. Nga dhëniu dhe u vequa me fitoren e xhenetit ai që i shërbeu, ndërsa ati që iku mbjellja herët nga fillimi, nuk e sheh që korri në fund, përveç gajleve dhe keqardhjes. Ja, tani jemi në prag të Ramazanit dhe kush mendon se kur të përfundon muaji si do të jetë gjendja e tij dhe para se të ndjej keqardhje në fund për ikjen e tij, shpejton t'i përvjel mëngët e këmbguljes qysh nga fillimi i tij. Ta kujtosh dhimbjen që do ta ndihesh në rast të humbjes, të ndihmon që të punosh. Pejgamberi alayhis salam thot: I mirë është ai i cili arrin muajin Ramazan dhe del prej tij, pa ju falur gjunahet. Prangosja e shejtanëve. Allahu në nderoi në Ramazan me prangosjen e shejtanëve, në hapjen e dyerve të xhenetit, me mbylljen e dyerve të xhehenemit dhe me shumë fishimin e shpërblimeve. Pastaj, agjërimi ndërmjetëson për njeriun, e mbron nga zjarri i xhehenemit dhe e fut në xhenet nëpërmjet derës e cila quhet Er-Rayyan. Po që se dikush pyet, atëherë, pse bëhen gjunahe në Ramazan pasi shejtanët janë të prangosur? Përgjigjemi, disa kanë thënë që prangosen vetëm ata të rebeluarit dhe jo të gjithë shejtanët, e disa të tjerë kanë thënë se me prangosjen e shejtanëve nënkuptohet dobësimi i lëvizjeve të tyre, por nuk pengohen të fusin vezvese. Shtoja kësaj faktin që ka njerëz shejtan që nxisin për të keqe, dhe vetë shpirti njeriut është fort i prirur për të keqen. Atëherë, na qartësohet pse bëhen gjunahe në Ramazan. Megjithë këtë, sherrri në Ramazan është më i vogël. I tërë muaji është mëshirë, falje dhe lirim nga zjarri. Është përhapur të njerëzit një shprehje, kinsa është fjale e pejgamberit alayhis salam. Fillimi i muajit të Ramazanit është mëshirë, mesi i tij është falje dhe fundi i tij lirim nga zjarri. Por, në të vërtetë është hadith i dobët. E vërteta është se gjatë muajit Ramazan hapen dyert e mëshirës dhe Allahu për çdo natë liron robën nga zjarri. Pra, i tërë muaji është mëshirë, falje dhe lirim nga zjarri. Jo pasivitetit. Besimtari shpreson në hadithin: Allahu për çdo natë gjatë Ramazanit liron robën nga zjarri. Friksohet prej hadithit: më erdhi Gjibrili e më tha: kush arrin muajin e Ramazanit dhe nuk i falen gjunahet dhe hyn në zjarr, Allahu e largoft atë nga mëshira e tij. Thuaj amin. Unë thash amin. Për këtë shkak, pasiviteti nuk ka vend te besimtari dhe nuk gjen rrugë të arrijë deri tek ai. Vjedhja nga Ramazani dhe boshatisja nga përmbajtja e tij. Vjedhësit e Ramazanit mundohen që njerëzve t'ua shkpusin rrugët e ibadetit dhe ta boshatisin Ramazanin nga shpirti apo ajka e devotshmërisë. Prandaj detyrohemi që t'u largohemi dhe t'i bojkotojmë kanale që shfaqin gjëra që nuk i kënaqin Allahun. Ta përmbushim kohën tonë sa më shumë që mundemi me ibadet dhe të qëndrojmë së bashku me familjen në gjëra që i kënaqin Allahun. T'u ofrojmë njerëzve opsione të mira për mësim dhe kujtim dhe t'u ofrojmë mjete edukimi të lejuara. Ta vërtetojmë kuptimin e fjalëve të Allahut, që të mund të ruajnin nga të këqijat.